Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Punonësit e radio-televizionit të Kosovës kanë hyrë në ditën e 24 pa paga. Andaj, nga sot, hyrë në grev nga ora 11 deri në orën 13. Nga sot, trafiku urban ka ndërprerë të gjitha linjat në kryeqytet për shkak të vështirësive financiare. Punëtorët e trafikut urban në Prishtinë janë nisur drejt objektit të qeverisë për të vazhduar protestën e tyre për pagat e papaguara. Në mesin e tyre është edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i cili tha se e ndjen dhimbjen për punëtorët dhe falenderoi për kontributin e tyre. Ndërkaq kryetari i sindikatës Ilmi Gashi tha se punëtorët janë të gatshëm të rikthehen menjëherë në punë nëse marrin përgjigje pozitive nga komuna. Ai theksoi se punëtorët nuk kanë marrë rrogat për 2 muaj, ndërsa borxhi ndaj furnitorëve ka arritur mbi 1.6 milion euro. Ndërkohë, kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama ka kërkuar takim me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe ministrin e financave Hekuram Murati për të diskutuar situatën. Nga sot do të fillojnë disa afatet e aktiviteteve zgjedhore që kanë të bëjnë me subjektet politike për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me datën 28 dhjetor të këtij viti. Formimi i koalicioneve nga partitë politike, aplikimi për certifikim të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhje, si dhe dorëzimi i listës së kandidatëve për deputet, janë disa nga aktivitetet kryesore zgjedhore që sipas Komisionit Qendror Zgjedhor do të zhvillohen në afate të ndryshme. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka deklaruar për RTK-n se partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur duhet të plotësojnë online formularin e aplikimit për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje, duke filluar nga data 24 deri më datën 30 nëntor. Sot përmbahet seansa e shqyrtimit gjyqësor ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të cilët akuzohen për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt. Seansa po zhvillohet në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë. Murseli, Plava dhe Kokalla janë 3 të akuzuarit për vrasjen e të ndjerës Liridona Ademaj. 2 të akuzuarit e parë kishin pretenduar se kanë çrregullime mendore, por Instituti i Psikiatrisë Forenzike ka konstatuar se asnjëri prej tyre nuk ka pasur problematika të tilla shëndetësore gjatë kohës së kryerjes së veprës penale. Lando Norris, edhe pse dështoi ta fitojë vendin e parë në garën për çmimin e madh të SBA-s, i është ofruar titulli të parë në histori në Formula 1. Piloti britanik udhëheq në radhitjen e përgjithshme derisa titullin mund ta sigurojë në garën e ardhshme në Katar. Max Verstappen fitoi garën për çmimin e madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke triumfuar para Lando Norris dhe George Russell në një garë të mbushur me emocione dhe rivalitet të fortë. Lideri i kampionatit Lando Norris startoi nga vija e parë në pole position dhe tentoi të mbante kryesimin, mirë po humbi pozicion në njërin nga kthesat e para, ku Verstappen dhe Russell e parakaluan. Britaniku nuk u dorëzua për asnjë moment dhe në giron e 35 e kaloi Russellin për vendin e dytë duke konsoliduar avantazhin në renditjen e përgjithshme. Oscar Piastri nga ana tjetër pati një garë të çundrueshme, mirë po vendi i katërt e largoi edhe më shumë nga lufta për titullin e kampionit, derisa një nga befasitë e ditës ishte Andrea Kimi Antonelli, i cili pavarësisht se startoi nga vendi 17 dhe mori një penalizim prej 5 sekondash gjatë garës, përfundoi në vendin e 5, duke treguar potencial të jashtëzakonshëm në këtë sport.
Rezultati në Las Vegas e bën edhe më të nxehtë luftën për titullin e kampionit, pasi Lando Norris tani ka 30 pikë avantazh ndaj Oscar Piastrit dhe 42 më shumë se sa Max Verstappen, duke u afruar shumë titullit të tij të parë në Formula 1. Ndryshe, ai mund të sigurojë matematikisht titullin në garën e ardhshme në Katar. We now have 2 weeks left to decide the Formula 1 World Championship in Izraeli ka vrarë udhëheqësin ushtarak të Hezbollahut në sulmin që kreu Beirutit. Izraeli vrau zyrtarin më të lartë ushtarak të grupit militant Hezbollah në një sulm ajror në periferinë jugore të Beirutit të dielën, njoftoi ushtria izraelite pavarësisht një armë pushimi të ndërmjetësuar nga SHOAT një vit më parë. Sulmi i pari në periferi të kryeqytetit libanez në muaj të tërë kishte në shënjestër shefin e përkohshëm të shtabit të Hezbollahut, të mbështetur nga Irani, Ali Tabtabai, njoftoi ushtria në një deklaratë. Hezbollahu konfirmoi vdekjen e Tabtabait në një deklaratë, duke i quajtur atë si komandantin e madh xhihadist i cili kishte punuar për të përballur me armikun izraelit deri në momentin e fundit të jetës së tij të bekuar, thuhet në deklaratë pa dhënë detaje rreth rolit të tij të saktë. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmi vrau 5 persona dhe plagosi 28 të tjerë. Ai goditi një ndërtesë shumë katre, duke bërë që mbeturinat të përplaseshin mbi makinat në rrugën kryesore poshtë. Njerëzit incituan të dilnin nga ndërtesat e tyre nga frika e bombardimeve të mëtejshme, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj Tabtabait në vitin 2016, duke identifikuar atë si një udhëheqës kyç të Hezbollahut dhe duke ofruar një shpërblim deri në $5 milion për informacion mbi të. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillime të tjera, takohemi në edicion në orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.